Njëherë, pas mbarimit të festave të fundvitit, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar ju rikthye punës buzëliqenit të Pogradecit, për prishjen e mjaft objekteve të cilat i kishin zënë frymën muzës së Lazgushit e Mitrushit, si dhe që syri udhëtarit të shijonte peizazhin që natyra i qëndisi me aq kujdes, por që dora dhe mendja njerëzore e betonoi deri në çmenduri. Betejë e parë për këtë vit për Rinukun ka qenë Pogradeci, pse vendosët t'i riktheheni sërish këtij qyteti, kur Rinuk ka vepruar edhe më parë këtu? Ka qenë fillimi i punës së inspektoriatit për vitin 2015, që me 3 janar ne zbarkuam në Pogradec, në zbatim të projektit të qeverisë për rehabilitimin e breg liçenit të Orit. Në fakt, kjo ishte një fazë e dytë e operacionit të këtij inspektoriati, pasi ishte pastruar breg liçeni nga gjithë ndërtimet e kontraligjshme, u kthyem në zbatim të projektit të qeverisë për lirimin e breg liçenit nga të gjitha objektet e tjera të cilët u trajtuan me shpronësim për shkak se kishin një titull pronësie. Prishja e këtyre objekteve, natyrisht që u dhe mbi pronarëve, të cilët prej viteve që vendosur aty, por nga ana tjetër, kishte ardhur koha që projekti madhor i qeverisë për vijën liçenore Lim Pogradec të bëhej realitet. Inspektoriati, jo vetëm në fazën e fundit të ekzekutimit, ka qenë pjesë e të gjitha tavolinave të qeverisë në përkrahje të institucioneve të tjera për të arritur deri në fazën e fundit në VKM në shpronësimit. Ai është një projekt i cili është i njohur nga ne, është një projekt i cili është prezantuar dhe qytetarëve dhe gjej rastin që të falenderoj qeverinë që Pogradeci dhe gjithë Shqipërisë do t'i kthehet një breg liçeni i cili do të jetë i shfrytzueshëm për turizmin shqiptar. Duket sikur pas kaq ditësh Pogradecit i është kthyer qetësia. Por, për kreun e këtij institucioni, ka ende shumë rrugë përpara. Inspektoriati nuk është një organ politik bërës, inspektoriati është një organ ekzekutiv, ai është hapi i fundit i zbatimit të vendimit të Këshillit të Ministrave. Ne kemi qenë pjesë e tavolinave në përkrahje të institucioneve të tjera gjatë procesit të shpronësimit, por nuk kemi edhe në raste do jemi, nuk besoj se do jenë në raste që të jetë i nuk pal në gjykatë për në rast të kundërshtimit të vlerës apo ndonjë pretendimi tjetër nga palët. Besoj që do jenë organet të tjera të cilët kanë bërë dhe kanë përpunuar vendimin e Këshillit të Ministrave. Në ndryshimet legjislative, të cilat do hyjnë shumë shpejt në fuqi, shoqërohen edhe me ndryshimin e emrit të inspektoriatit, kalojmë në Inspektoriat Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit. Kjo do thotë që ne nuk do jemi në terren vetëm për evidentim dhe për kontroll, por do jemi në mbrojtje të në mbrojtje të territorit çdo ditë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Në rastin e parë, duket sikur dhem tek she ndërtesa që shemben, veç se kur mendon se vendin e tyre do ta zërë gjelbërimi, i cili ka vite që na mungon, rruga do të thotë e ardhme, atëhere miratimi për të ecur para është i të gjithëve së bashku, pa hezitim. Dihet tashmë që Pogradeci është nga qytetet më të frekuentuara, ndërkohë që pas Pogradecit, cilat janë qytetet në radhë? Me dhënien shpejtësi dhe intensitet do të jetë qyteti i Vlorës, më pas për të kaluar në qytetin e Fierit e kështu me radhë. Dhe le të themi me Vlorën do të veproni në të njëjtën formë ashtu siç u veprua në Pogradec? Kjo do varet nga strukturat e kundërligjshme të cilat do t'i nënshtrohen fadronave të inspektoriatit, megjithatë nga evidentimi paraprak që kemi bërë si brenda në qytetin e Vlorës, të cilët kemi për 4 muaj që punojmë nga që janë në terren inspektorët tanë, ashtu dhe në zbatim të projektit të qeverisë për rrugën transballkanike, nuk e konsultuar këto dhe me specialistët gjenjar, pasi janë ata të cilët vendosin për mënyrën se si mund të prishen objekte të tilla. Nuk është e parë e nevojshme që të kemi ndërhyrje me anë të Tritolit. Besoj që do të jenë të vetme skrepët dhe fadromat e Inukut të cilat do ndërhyjnë si brenda në qytet, ashtu dhe në zbatim të projektit për rrugën.